أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم أما بعد falenderojmë Allahun fuqi plot, I dërgojmë salate dhe selame pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lutim Allahun fuqi plot që edhe ky takim I radhës të jetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë faqebardh dhe të shpëtuar me mirësitë dhe mëshirën e Allahut nesër në ditën e gjykimit inshallah taala. Po vazhdojmë me kapitullin e 18 nga libri I famshëm Riyadus Salihin I djetarit të shekullit të 7 I cili ka qenë kokë në mesin e muslimanëve dhe mbetet një emër shumë I respektuar në nivelet më të larta akademike të botës islame, emri I Hoxhës Imam Nevaviut, imamit mbetet I respektuar, një nga librat e tij, librin që po lexojmë, siç e dini e kemi përsërit shumë herë, ky libër pothuajse nuk ka gjuhë në mesin e gjitha gjuhëve të botës, e që ky libër përmbledhja e më shumë se 2000 haditheve të pejgamberit alayhis salam, I cili me mjeshtrin e tij kanë përmbledh këtë numër të haditheve dhe ka ndarë në kapituj që çdo kapitull edhe të gjitha hadithet të cilat e formojnë librin në fjalë janë një manual për jetën e një muslimani dhe një besimtari të mirëfillt, çfarëdo që ati I nevojitet në jetën e kësaj bote dhe çfarëdo që I nevojitet për të qenë I shpëtuar në botën tjetër në ahiret, brenda kopertinave të këtij libri, të gjitha hadithet me përmbajtjen e tyre ofrojnë çdo gjë që I nevojitet muslimanit. Kapitulli I 18 është kapitulli të cilin e ka titulluar Imam Nevaviu Allahu më shiroft, kapitulli I ndalimit nga bidatet dhe gjërat e shpikura. Bidatet në gjuhën tonë, edhe pse ne si shprehje e përdorim më të vjetrit, sot gjeneratat e reja më pak e njohin si terminologji, por më të vjetrit e kanë përdor mos qit bidate, mos bën bidate, mos fal bidat. Në kuptimin gjuhësor, bidat do të thotë risi, diçka që është e re. Ndërsa në kuptimin shariatik, definicioni I bidatit është kur ndokush shpik dhe sjell risi e që nëpërmjet atij veprimi apo asaj fjale apo atij rituali mundohen me adhuru Allahun e për një veprim të tillë, për një fjalë të tillë, për një ritual të tillë nuk ka argument dhe bazament as nga Kurani famlart e as nga mësimet e ndritura të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht se gjërat që janë risi, nuk po flasim ne për gjëra që janë risi e kohës, nga se ato feja I pranon, varësisht prej një epoke në një epokë, çdo epokë e njerëzimit I ka risit dhe zhvillimet dhe të arriturat e veta. Ne jemi duke fol për risi dhe gjërat të cilat janë të shpikura në thelbin e fesë, apo gjërat të cilat janë shpik dhe janë vesh fesë e ato nuk kanë të bëjnë asgjë me fenë. Sigurisht se këto bidatet dhe gjërat e shpikura janë prej atyre që janë shumë serioze dhe e dëmtojnë seriozisht kredon islame, akiden, bindjen
Dhe ka edhe prej atyre bidatave që janë më të lehta, edhe ka prej atyre risive që janë risi por nuk e cënojnë thelbin e fesë, që mund të jenë ato veprime të ndryshme. Për shembull, po e zojmë njerëzit thonë nuk bën natën me i prej thojt, në të kaluarën nuk bën me i prej natën thojt, ose një ditë prej ditëve të javës nuk bën me i prej thojt, këtë ditë caktume, ose filon ditën nuk bën me u pastru, ose ku ta di une. Tash këto si veprime janë të papranueshme, janë bidate, janë e toni varësisht prej bindjes që njerëzit e kanë formu bindjen, edhe mund të kalojnë toni në një shkallë më të rëndë, bestytni e kështu me radhë. Pasojat dhe rreziqet e bidateve dhe gjërave të shpikura në fe janë pasoja të rënda dhe janë rreziqe të mëdha. Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, hoxha i madh, Allahu e mëshiroft, i ka numëruar disa pasoja dhe rreziqe që vijnë prej bidateve. E para, çdo gjë që është bidat në fe, risi dhe e shpikur, konsiderohet humbje bazuar në fjalët e Kuranit, në argumentet e Kuranit, por bazuar edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Ibn Uthaymini e sjell një pjesë të ajetit 88 surës Yunus si argument që çdo risi në fe dhe çdo gjë e shpikur është humbje. Thot Allahu dhul Jalal, çfarë ka pas të vërtetës? Illa dalal. Pas të vërtetës është vetëm humbja. Pas të vërtetës të Kuranit dhe të pejgamberit, ai i cili pretendon se mund ta ketë një të vërtetë tjetër, nuk ka të vërtetë tjetër pas të vërtetës të Kuranit dhe të pejgamberit. Ajo pas Kuranit dhe pejgamberit është humbja. Waliyadhu billah. E pastaj edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë në atë pjesën e fillimit të hutbes që pothuajse në çdo xhumë e dëgjoni prej hoxhallarëve kur e fillojnë hutben, ku pejgamberi alayhis salam e ka pas praktik dhe në mesin e fjalëve që i ka radhit në hyrjet e hutbes, thot wa kullu bid'atin dalalah, çdo bidat, çdo risi në fe është humbje, është dalalet, është lajthitje nga e vërteta, është devijim nga rruga e Kuranit dhe nga rruga e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Bidatet dhe gjërat e shpikura në fe konsiderohen dalje dhe rebelim nga pasimi i rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an në ajetin 31 surën Ali Imran, Allahu i urdhëron besimtarët, ku Allahu e zbrit ajetin, Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allahu i thot pejgamberit, thuaj ti o Muhammed, thuaj o besimtarëve, ju që po pretendoni se e doni Allahun, in kuntum tuhibbuna Allah, nëse e doni Allahun, fattabi'uni, dashuria ndaj Allahut lidhet drejt për drejt me pasimin e pejgamberit. Ata që e pas rruga e cilat çon te dashuria e Allahut është rruga që duhet me ecë në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ajeti 31 Ali Imran. Pasoja dhe rreziku i tretë i bidateve, risive në fe dhe gjërave të shpikura, thot Ibn Uthaymini, Allahu e mëshiroft, është se një farforme gjërat e shpikura në fe dhe bidatet e mohojnë dhe ngrisin dilema mbi vërtetësinë e pejgamberisë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kjo i bën që pejgamberi nuk i paska ditë të gjitha, dhe pas vdekjes pejgamberit alayhis salam paska ardhur dikush me pru edhe diçka shtesë në fe që më herët s'ka qenë një orë. Apo e shini sa e rëndë është kjo? Do të thonë kur dikush shtën diçka në fe që nuk është prej fesë, indirekt ti e ke mohu pejgamberllokun e Muhammedit alayhis salam. Pse? Sa Allahu nuk e ka marrë pejgamberin alayhis salam nga jeta e kësaj bote në ahiret, po e përmbyll, po e kompletu dhe po e përfundu pejgamberi detyrën dhe misionin e tij.
Allahu dhul Gjelal ka thonë në Kur'an për misionin e Resulullahit a.s. El-jaume akmaltu lakum dinakum. E dini, ky ajet ka zbrit në ditën e Arafatit, edhe pak ditë na i afrohemi Arafatit. E lutim Allahu dhul Gjelal që të gjithë haxhileret që janë mysafirë të Allahut, edhe sonte është grupi i fundit që u thon për shtetin ton, e lutem Allahu dhul Gjelal që të gjithë të shkojnë shëndoshë mirë, Allahu t'ua mundson, t'ua lehtëson të kryejnë të gjitha ato ibadete dhe të gjithë të kthehen tek të dashurit dhe familjet e tyre me haxh të pranuar inshallah taala, e ne të tjerët inshallah Allahu na mundson që të jemi në mysafirllokun e Allahut dhul Gjelal inshallah taala. Do thotë ky ajet ka zbrit ditën e Arafatit. Sot unë u apërsosa fen juve, o kompletu feja. Dhe tash mas vdekjes pejgamberit dhe u mbyll Kurani, është zbrit Kurani, është përmbyll, ka marrë fund zbritja e Kuranit. Dhe shariati i pejgamberit, tash ai i cili vjen me diçka shtojtës në fe, indirekt e ka mohu dhe ka bu një akuzë indirekte të pa deklarume ndaj pejgamberit a.s. Pejgamberi a.s. nuk ka dalë për jetës kësaj bote, po na i tregu të gjitha ato të cilat duhet të na tregon në lidhje me Allahun ton, me fenë ton. Prandaj kjo çështje është çështje serioze. Prandaj nëse bidatet dhe risit dhe gjërat e shpikura kanë të bëjnë me bindje, me gjëra që janë akide, janë credo, ato dhe nxjerrin njërin prej fesë, wallahu billah. E nxjerrin njeriu prej fesë. Ka prej atyre bidateve që janë veprime i përmenda, mi të prej thojt, mos mi prej thojt, pastaj kjo mund të bote dhe rrezik varësisht prej bindjes. Por këto janë gjëra, mos loj tesha natën, mos loj ditën, mos bë kështu, mos bë ashtu, me bo me të ka prej rrugën qeni, moca, çka për dine, njerëzit kanë lloj-lloj bestytni, lloj-lloj bindje të gabume, janë gjëra bidate, risi që njerëzit nuk din pse i bojnë. E pastaj ato munden edhe mu kategorizu, edhe mundet me pas pasoja edhe rreziqe serioze. Një tjetër pasojë, një tjetër rrezik prej bidateve, Ibn Uthaymini thot se bidatet dhe rrisit në fe, gjërat e shpikura, janë brum për me përqa ummetin islam dhe me bo grupe, tarafe, fraksione, e kështu me radhë. Bidati është sikur mishi i egër, por mos me thonë kanseri në trupin e njeriut. Në trupin e njeriut. Është kanser, është mish i egër që rrezikon shëndetin dhe jetën e njeriut. Pasojat më të mëdha janë prej gjërave që kanë dëpërtuar në fe e nuk janë prej fesë, se sa pasojat që vinë prej atyre që nuk janë musliman. Tash po e zon kur përfundon muji Dhul Hijja, muji i Haxhit, dhe fillon viti i ri i hijretit. Muji i parë është muji Muharram. Në ditën e 10 Muharremit, ai keni pa disa pjesë të botës islame kur dalin mija njerëz në përsheshe, e rrahin veten me zinxhir. Çfarë pamje të mërshme ka, vinë fëmijë të vogël, burra, kjo është e dhimbshme edhe të mërshme edhe me burra, por është e pa pranueshme për fëmijë, ja u çojnë kokën me shpatë, shtren në përbalt, në përlloq. Këto bidate, këto gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë asgjë me fenë e Allahut, sa përçarje serioze i kanë shkaktu këto gjëra të shpikura e të futura në fe ummetit islam. Për shembull, atje për mos më u zgjeru shumë ato grupacionet bazike që e kanë kundërshtuar rrugën e Kur'anit dhe të pejgamberit e Islamit dhe shkollën e Ahlus Sunnetit. Po e zojmë shkolla e Mu'tazilive,
që njihen sikur racionalistët, që kanë rënë në ndikimin e filozofisë greke, filozofisë vjetër greke, dhe kanë fillu duke qenë të ndikuar prej atyre mendimeve, kanë fillu me muhu fjalët Kur'anit, ajetet Kur'anit, kanë fillu me muhu të vërtetat të mëdha të Islamit. Para mendoni, kanë ardhur prej tyre në përfundim, kanë thonë, ne nuk do të ringjallemi nesër para Allahut me trup dhe shpirt. Ose kanë rënë ndikim kur njeriu vdek, shpirti njeriu mundet me hi edhe në trupin e kafshëve, në krijesave të tjera. Jo vetëm mundet me hi në trup njerëzve të tjerë, por edhe në trup të krijesave të tjera. Lloj-lloj devijime që është për muhabit. Pastaj Khawarijët, të cilët nga kuptimi i ngurt dhe i gabueshëm i fesë kanë kuptuar se ajetet e Kur'anit që flasin për harame, ai i cili e shkel e bën një haram del prej fesë, me njëherë del prej fesë, nuk kanë bërë kategorizim të gjunave, gjunahet mëdha, gjunahet vogla, gjunahe që pas veti provokojnë mallkim, gjunahet që të nxjerrin, jo. Në momentin kur një njeri zhytet me kat gjuna, ai më njëherë del prej fesë dhe bëhet kafiri billah. I kanë bërë të lashë shokët e pejgamberit alayhis salam. Përballë këtij fraksioni ka dalë një fraksion tjetër, të cilët nuk i kanë kushtuar fare rëndësi veprave që ne nëpërmjet veprimit konkret që i bëjmë ibadetet e dëshmojmë imanin. Kanë thonë, mjafton njëri me thonë jam musliman, njëri me shahadet, edhe në rregull është. Fare s'është me rëndësia me ravdes, a nuk me ravdes, a falet, a nuk falet, a agjeron apo nuk agjeron, a bën gjuna, s'bën gjuna, a i ka thonë një musliman. Si ky që ka thonë o musliman, si ky i cili i kryen të gjitha obligimet janë të njëjtë. Në mos shiqo ku ka shku devijimi. E lloj grupacione, të më thonë, po e përmbylli e keqja e madhe, e domi shumë i madh i bidateve, risive në fe dhe gjërave të shpikura, është se e përçojnë ummetin islam. Allahu dhul Gjelal ka thirrë dhe ka porosit mu kap fuqishëm rreth litarit Allahut. E litari Allahut është Kur'ani fisnik edhe rruga Muhammedit a.s. Kjo është rruga e vetme që i bashkon muslimanët, dhe muslimanët bashkohen rreth këtyne dy elementeve. Çdo përpjekje dhe çdo rrugë tjetër jashtë këtyre dy rrugëve emaneteve që na i kalon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e bashkojnë ummetin, e përçojnë. Prandaj sot bota islame, kur ka pas musliman më shumë se sa sot? 2 miliard musliman. Kur në historinë, prej që ka ardhi dashuri i Allahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e deri tani kur po flasun për ju, s'ka pas musliman në numër më shumë se sot. Kur s'ka pas? Por ku janë sot muslimanët? Cila është vlera e tyre? Cili është ndikimi i tyre? Çfarë ndikimi kanë ata në botë? Është për të ardhur keq. Dhe një prej pasojave, një prej faktorëve që kjo është gjendja e mjerueshme e muslimanëve, është pikërisht kjo derë e dëmshme që është ju kanë gjitë fesë, dera që quhet dera bidateve, risive në fe dhe gjërave të shpikura. Para mendoni, tash ma pak elhamdulillah, po e dini ju para luftës, sa njerëz, mas jemi në prag të Kurban Bajramit, sa njerëz kanë prej kurban natën e Kurban Bajramit, e ditën e Bajramit s'kanë prej kurban. Kush ju mësoi kështu? Ka hemurët këtë. Para mendo, kanë prej kurban natën e Kurban Bajramit. Edhe të prej për shpirt nanës babës. Allah është shpërbleft, kjo shkon sadaka. Po ditën e Kurban Bajramit që ka obligim me prej kurbanin, s'ka prej. Domethënë, e kalon obligimin për një vepër që është e pëlqyeshme. E kalon obligimin për nafile, për diçka që është vullnetare. Ai nuk është obligative. Apo është domethënë koncepti i gabum.
koncepti ka bun. E shumë gjërat e tjera, dhe thonë krejt të jonë ato bidate, dhe njerëzit me kalimin e kohës ato pjeken, trashen, dhe njerëzit mendojnë se janë fe. Njerëzit mendojnë se janë fe. Kur dek i zoti shtëpis, na kshon me bohall. Edhe me lon një pjat me hall, ndritare jashtë. Se vjen shpirti i tij dhe han hallën. Po këto janë pralla. Qyra ati mi ja ka zuktaj keshit tash, ç'tash keshaj. S'mundesh me amush mendën ati, që i ka 7 vjetit. Se pranon këto, mos bëj gardë. Thot, po lunë, thot hoqja. Me dekada njerëzit kanë vepruar këtu. Me dekada, o bofe. Me i pyet tyrt nuk e din. A çashtu na kanë thonë? Çashtu duhet. La haule wala quwata illa billah. A nuk ka një njeri cili din me logjiku ku është arsyeja. Tash kjo nuk është vetëm, kjo është qesharake. Është shumë qesharake. Është e dhimbshme. Po kështu jo, domethënë, kjo është ai efekti negativ i risive në fe dhe gjërave të shpikura që Kurani dhe pejgamberi sa na kanë porositur me qëndru larg prej këtyre gjërave. Imam Neveviu këtu i ka pru 2 hadithe në këtë kapitull, nuk ka pru më shumë, për shkak se është e qartë. Hadithi i parë është hadithi Aishës radhiyallahu anha, hadithi i njohur, ka thonë Aisha, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Hadithi është e vërtetë, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kush shpik në fen ton diçka që nuk është prej saj, fa huwa raddun, është e papranueshme, është refuzuar. Ajo që ka nuk o prej fes, e dikush mundohet me janë gjitë fes, me bo fe, fa huwa raddun, refuzohet, është e papranueshme. Kështu e ka thonë qartë edhe shkurt i dashur ynë sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithin e dytë këtu në këtë rast e ka përmend hadithin e Gjabirit radhiyallahu anhu, i cili tregon se ka fillu hutben pejgamberi alayhis salam. Se ka fillu, cilat kanë qenë fjalët që e ka hap hutben çdo ditë xhumoje pejgamberi alayhis salam. Thot Gjabiri, pejgamberi alayhis salam kur kur e ka majt ligjëratën hutben ditën e xhumo, ihmarrat aynahu, thot ka ndodhur shumë herë sytë e tij janë skuq prej seriozitetit, wa a'la sawte, e ka ngrit zërin e tij, s'ka pas zërim. O shtedde ghadabuhu, ndonjëherë pejgamberi kur ka vajt hutben ka qenë serioz edhe ka qortu, ndonjëherë është hidhuru, ka qenë hidhrushëm në kuptimin e seriozitetit, hatta ka'annahu mundiru gjeshin, thot ka njerë kur ka majt hutben, ki pas përshtypjen, që është të fol komandanti ushtarve, edhe po përgatitin me hinë betej, me aq seriozitet. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, po e kalojmë, është e gjatë, thot masi ka thon fa inna khayra al-hadith kitab Allah, ka thon fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i miri është udhëzimi im. Gjërat më të këqija janë ato të cilat janë të shpikura në fe. Çdo gjë e shpikur konsiderohet bidat risi, çdo bidat, çdo risi konsiderohet devijim, humbje dhe lajthitje nga rruga e Kur'anit dhe pejgamberit, ndërsa nëse ata të cilët krejt jetën e tyre ecin në këtë drejtim, atëre rrezikojnë me përfundu në zjarin e xhenemit waliadhu billah. Ky hadith është i Muslimit, ky hadith ka ardhur edhe në verzione të tjera që e kanë të njëjtin mesazh, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam tërkohën i ka eduku shokët e tij dhe ummetin e tij që me qenë të përmbajtur brenda kornizave të fjalës Allahut edhe fjalës pejgamberit alayhis salatu wassalam, udhëzimeve dhe mësimeve të tij. E tash ne të dashurit e mi kemi shumë punë në këtë drejtim. Kjo është temë shumë e gjatë, nuk ka shekull
në këto pothuajse 15 shekuj të Islamit, që në çdo shekull shumë kolos dhe ulema e mendjendritur nga ummeti islam që nuk kanë shkru vepra akademike e nuk ju kanë qas kësaj teme, varësisht prej problematikave të kohës. Se çdo shekull i ka pas bidatet e veta, i ka pas risit e veta, i ka pas gjërat që ju kanë ngjit fes. Mos harroni se momentin kur Islami ka dalë prej kufive të gadishullit arabik, kanë hinë fen islame popuj të huaj që nuk kanë qenë arab, dhe ata popuj të huaj kanë pas adete, tradita, zakone, nga civilizimet e perandorit e pushtimet varësisht cilën pjesë gjeografisë kanë qenë, dhe ata e kanë bardh kur kanë hinë islam edhe një pjesë të adeteve. Unë ju tregova, o dek i zot i shtëpisë me apo hallën, edhe me lon të dritarja se vjen shpirti i tij edhe han. A din që halan vareza shohim njerëz ditën kur varoset, shkojnë i lojnë 4-5 cigare i gjujnë aty të vori. La havla wala quwwata illa billah. Shkoni në vareza, pe kureshtjes, edhe keni mi pa. Këto janë gjëra të shpikura, kanë hy, njerëzit nuk dinë se i bojnë. Njerëzit nuk dinë se i bojnë. Por çështu na kanë thonë, çështu do të më bëj. Prandaj kemi shumë punë për me i vetëdisu njerëzit, me i informu njerëzit drejt edhe sakt për fenë e Allahut, edhe me i çliru njerëzit për këtyre bestytnive. Me i çliru njerëzit për këtyre bestytnive. Njerëzit ju në bo kahër, pse i ka ardhë një shpend mbi kulmin e tij edhe i ka kënu 2 orë, o bo kahër, thirë hoxh, e atë hoxh, dina këshom që ka me na gjetë. Qa ka me gjithë shpinë tonë ose nëj antarë të familjes, se 2 sahat ka ku ka të qyqja mbi kulp të na. Dhe vonë janë shumë gjëra primitive. Janë gjëra të ulta. Është për të ardhë gjunah me njerëzit të cilët fatin e tyre, jetën e tyre, suksesin e tyre, shëndetin e tyre, e shumë gjërat e tjera, i lidhin jo me Allahun fuqi plot, por i lidhin me bindjet e gabuara. Ato bindjet e gabuara pastaj mund të jenë bestytni, mund të jenë edhe momente, mund të stresohen edhe të bëhen gjëra shumë serioze. A mundesh me kuptu në kohën tonë? A mundesh me kuptu në kohën e IT-ve? Studentat me marë indeksin me qutë të tyrbja. Ata haro këta, ata kap këta. A mundesh me kuptu këta di? Njeri ka bo 100 milion shpi. Mashallah. Shkon special, e blen biletën, i hyp aeroplanit, shkon në Stamboll, arkitekti ja ka gjetë as syrin e 4 qysh i shkon adekuat me fasadën. Ata merr mendja, deri kaç shkon kjo? Deri këtu shkon. Është gjuna. Pasha Allah në gjuna. Po çu njerëzit jetojnë? Prandaj duhet me mësu. Prandaj duhet me çliru për këtyre mendimeve shumë të dëmshme, dhe njerëzit kur ta kuptojnë të vërtetën e Kur'anit, të vërtetën e rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetojnë shumë të sigurt, jetojnë të lumtur, kanë sigurinë vete, nuk jetojnë nënkth, po mjen keq, po për 60 sekonda po mundona me përmbledh. U takova dje me një familje të mrekullueshme, shumë të suksesshëm. Ty biseduvesh kur ka fillu fëmija asaj familjes njëri, i cili ishte shumë i suksesshëm, ja plasi vajit. Kemi mbet krejt, prind të ti krejt kanë mbet. Apo tutla, çka ki? Shliro, emocione. Shpërthej vaj, mos jo 2 minuta vo qëtësu. Nuk i di, qka, nuk i di. Mashallah, i kesh gjitha punë, ish shumë i mbarë.
Nuk e kuptova, po tani ty bisedova, ka ba. Njerëzit nuk ndjen sigurt. Siguria është dhunti dhe mirësi e madhe Allahut, munditi i qetë me të kap gjumi rahat, me u qun sabah. Sa njerëz zgjohen sabah, po nuk zgjohen çlodhëm, po zgjohen më të lodhëm se sa kanë hingjëm. Pra jo ndo dhunti që Allahu te baraka ve taala i begaton robët e tij, nuk din me i vlerësu vetëm ata të cilët i shijojnë, po e mbylli me atë fjalën e njohur të selefit ton, gjeneratave të muslimanëve të hershëm, të cilët kanë thënë falënderim Allahut që lumturia nuk shihet edhe nuk preket, se po të ishte lumturia diçka që shihet dhe preket, mbretërit dhe njerëzit e fuqishëm kishin më na grabit me shpata. Edhe kishin më na lënë pa lumturi. Por lumturia as nuk shihet, as nuk preket, ajo shijohet e përjetohet. Allahu shpërbleft, Allahu din më së miri. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.